Një ditë para kremtimit të shenjtit të saj, metamorfozës shpëtimtarit, Sotira Malore e turistike nderoi një nga bijtë e saj, në 85 vjetorin e lindjes së tij. Banor të zonës, drejtues vendor, artist nga Dropulli, nga Pogoni, nga qyteti Gjirokastrës, nga gjithë minoriteti etnik grek, por edhe nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, kanë ardhur sot për të nderuar mjeshtrin e madh Stavri Çati. Një ceremoni shumë e veçantë, ku sotiriot e ku të ndodhur dhe kryebashkiaku Dimitra Ktoli, nderuan mjeshtrin e madh, piktorin, skenografin, studiusin dhe kostumografin Stavri Çati. Vetë mjeshtri i madh, Stavri Çati, dihet shumë i emocionuar në vendindjen e tij. Unë kam marrë shumë vlerësime edhe nga të tjera vendet, po të kësaj natyre me këto emocione vëllai më duket gjithmonë është një çik më ndryshe. Unë kam ardhur me ekspozicë një 4 herë. Këtë radhë mendova një çik më tepër. Faleminderit shumë organizatorëve, Këshillit Popullor të fshatit që më vlerësojnë në këtë mënyrë. Faleminderit të gjithë shokëve të tjerë dhe nga të gjitha anët, të rinj të moshuar me shumë vite me mua në punë, me pak vite, po sa i kujtoj, sa si kujtoj, të gjithë faleminderit. Sa vite keni që ushtroni profesionin? Po të them të drejtën tani do të jeni 60 e sa. 60 e sa janë. Janë një çik disa vite më të lehta, disa vite më të vështira. Mendoni se mund të kontribuoni akoma për sa i përket pikturave? Patjetër. Sidomos në 3 vende këtu tek neve, për shembull në Dropull, në Sotir, në Dervician dhe në Gjirokastër, në pinakotekat e tjera, unë do dhuroj një pjesë të krijimtarisë time. Për të nderuar artistin Stavri Çati kanë ardhur personalitetet të artë dhe të kulturës. Unë ndihem shumë i lumturuar për piktorin, për mjeshtrin e madh Stavri Çati dhe organizimi i këtij aktiviteti ku dhe unë jam pjesë në Sotir, në vendin e lindjes, është një nga gjërat më të bukura që mund të bëhet. Është një nga gjërat më të bukura. Stavri Çati është një nga piktorët nga më të mirët, jo vetëm në vendin në rrethin tonë, po në rang kombëtar. Ai ka rreth me qindra punë piktura në akrilik, në vaj, në qindisje, në të gjitha teknikat e kësaj. Stavri Çati ka qenë në të gjitha ekspozitat lokale dhe kombëtare prezent. Është ai që ka organizuar të gjitha të kostumet në festivalet kombëtare. Gjatë ceremonisë së nderimit të artistit Stavri Çati, përshëndetën shumë bashkëfshatarë, përfaqësues të ardit, të politikës dhe të arsimit.